Përshëndetje, po krijoj një lexim mbi baza të forta te pjesa e energjisë, shikim universal dhe përfshihet dashuria, vendimi dhe sinqeriteti dhe vërtetësia e problematikave. Letra e parë. Shikoj që prania juaj është e pranuar dhe në univers. Pjesa e dashurisë, pjesa e menaxhimit të jetës tuaj dhe shikoj që jeni ngurthyer nga një person shumë i errët, që nuk ju le të vazhdoni të prekni universin dhe mendimet që keni të qarta, po gjithsesi dashuria tek ju. Shikoj tek dashuria sepse sapo doni të hapni një portë të re në dashuri, doni të krijoni një lidhje të re në këtë kohë, doni të arrini universin, sepse lidhja që keni pasur, lidhja që keni krijuar, jeni në lidhje ose doni të ndani në këtë pjesë kohe, është një lidhje toksike, personi në fjalë ju mban në kthetra dhe nuk ju do që ju të keni shkëputje nga një person, është person negativ, ju jeni bërë me dy ego dhe me dy shpirta, keni vujtur në këtë pjesë kohë dhe e quani, domethënë, pjesën e dashurisë të errët dhe doni të krijoni një dashuri të re, po e shikoj që personi në fjalë nuk ju lën të lirë, ju do vendosni të shpejtoni një aprovim në veten tuaj ose më tepër një energji e re, dhe tek ju posëdo dhe një shans i ri në këtë kohë, vendosni që të rikuperoni një punën tuaj në lidhjen e dashuri ose në lidhjen e një mendje të hapur që do transformoni nga një vend në vend tjetër mendimet, energjinë dhe personin. Shikoj që doni të krijoni një lidhje të re në këtë kohë. Sa përket femrave, identiteti femër, keni hapur dritarin tuaj, keni lënë një sfidë ose diçka që ka kaluar diçka e hidhur tek ju sapo ndërtoni një kështjellë dhe keni marrë miratime të reja, jeni e qetë në këtë kohë, po programoni mirë dhe bukur punën tuaj. Gjithsesi e shikoj që jeni e fortë dhe keni një pet këto fort që po mbroni vetveten. Keni një fortunë mbas krahëve, po gjithsesi unë shikoj që vendosin një dokumentacion në shtet, vendosi një rimarrje të re biznesi ose një kontrate dhe jeni e vetme dhe parapëlqeni që t'i mbani vetë në mendje ose aprovimet që ju do përdorni, do të mbani si sekret ndaj vetvetes dhe ndaj personave që ju rrethojnë. Identiteti mashkull, e shikoj që sapo keni krijuar një botë bukur, jeni zhvendosur nga një vend të ndryshëm, vendi që ju jeni zhvendosur në këtë kohë është si me energji të papar dhe keni rrezedrite kudo, e shikoj një kështjellë që keni ndërtuar dhe në këtë kohë ju po hapni një dashuri të re ose një zgjidhje të re në vetvete. Parapëlqeni mendimet që keni në mendje, parapëlqeni vetëm mendimet që u merrni vetë si person. Keni një person që në këtë kohë keni përpara vetvetes dhe është person që ju trazon mendimet dhe ju trazon punën që keni në varësinë tuaj. Po shikoj që dashuria tek ju vjen me potencialin e punës, ju keni një punë të re në këtë kohë dhe po posedoni një punë të re, keni një rimarrje vendimesh dhe një rimarrje mendimesh të reja dhe të qarta ndaj vetvetes. Sa më përket dashurisë tek ju, dashuria tek ju është në formë romance në këtë kohë, vendosni që të keni një lidhje të re dhe të performohet mirë lidhja e juaj, e ndjeni me shpirt dhe me zemër personin dhe fjalët që ju nxirrin nga shpirti, e mendoni që jeni në hapësirën e dur dhe keni telepati dhe keni lidhje të forta dhe si vendime si fjalët parapëlqeni gjithmonë të jenë hyjnore dhe fjalët dhe mendimet që ju keni. Dhe në këtë kohë unë shikoj që të keni një të ardhme, do vendosni një të ardhme statik tek vetja juaj, që përdoret dhe dashuria dhe përdoret dhe pjesa e biznesit. Sa përket personave, jeni si të hutuar, mendoni veten në 4 forma dhe në 4 figura. Gjithsesi e shikoj që takimet në këtë kohë kanë qenë pak të pezulluara takimet, kanë qenë të rimarra dhe të penguara dhe të zhvendosura nga ora ose nga dita e takimit. Jeni domethënë në mendje duke u menduar, keni mendje në dy krah pozitive dhe negative. E shikoj që në këtë kohë
ju do merrni vendime dhe vendimet janë të qarta, keni takime, do takoni persona të rëndësishëm dhe më tepër shikoj që ju keni një hapësirë në veten tuaj dhe keni dëgëzime problematikash. Problematikat me dëgëzime janë tek ju, por gjithsesi është një person i tretë që merret me problemin tuaj, me aktivitetin tuaj dhe me mendjen tuaj. Në këto kohë keni kujdes nga ky person. Mund të futet si ti promuje, mund të futet si person negativ te jeta juaj, që përfshin dashurin dhe përfshin problematiket e ditëshme të juaja. Shikoj që keni arritur universin, po e keni pak anasjellta se universin keni arritur, jeni në shumë forma dhe po përdorni shumë forma të ndryshme që të jeni domethënë në radhët e para të vendimeve dhe tek dashuria. E keni projektuar dhe pentakulën e patit. Sa përket identitetit femër, po lutet në Zot, po lutet në univers, por gjithsesi është bërë si me shumë ego dhe ka persona të tretë që futen tek egoja juaj ose tek pjesa e parimeve që keni për para vetes dhe nuk jeni e qartë në këto kohë. Qartësia tek ju është pak e rrëmujtshme dhe duhet të keni pak qartësinë që të vendosni takimet e vazhdimësi dhe lidhjen tuaj. Shikoj lidhje tek ju. Sa përket jeni të menduar, po e shikoj që keni shpresat janë në vazhdimsi dhe keni një argjend të fortë brenda shpirtit, që argjendi ka simbolin e vendosit dhe të pasurisë dhe të pastërtisë. Dhe keni shumë mendime të paqarta. Keni dhe një person që gjithmonë ju ngataron mendimit, ju ngataron fort, ju ngataron prezencën tuaj. Po, në këto kohë shikoj që u fermosi një dokumentacioni përfshihet në shumë terma dhe në shumë sfera, ka arritje tek ju dokumentacioni, e shikoj biznesin tuaj që mund të ketë një arritje, ose zhvendose nga një vend, biznesin në vendin tjetër, ose një kontratë që kjo kontratë ju bën të jeni së gjallë dhe ju rigjeneron në këtë pjesë kohe. Dhe shikoj që dashuria tek ju mbas kësaj të kontratës, mbas rigjenerimit të një biznesi, e shikoj që të jetë në vendin e parë, sepse në këto kohë dashuria është sjellë mbasdore. Çfarë mesazhe do ketë universi tek ju? Ju arrini gjithçka që keni brenda vetes, ose imagjinata juaj që keni pas në këto kohë, ose që keni në mendje, ju arrini 2 kulla në lartësi. Kullat janë të forta dhe fortësia e këtyre kullave ju vazhdon në vazhdimsi, universi është mbas jush, arrini qëllimin tuaj, 2 qëllime të forta që kanë lidhje dhe tek dashuria dhe tek puna e përditshme dhe ke forca personit. Ka diçka që ju keni pjesën e diellit ju ndriçon dhe çdo gjë është mbas jush, si në vendime, si në ndjesi, si në shpirt dhe planeti ju e vend, domethënë pjesë juve ju ndihmon në këto kohë, ju do i keni mendime shumë të qarta dhe vendimet do të keni shumë të qarta, domethënë edhe vetë ju si prezencë personi nuk keni aq të motivuar në këto kohë, po vjen një ndryshim i papritur tek ju dhe çdo gjë është qartësuar mirë dhe universi ju ndihmon, merrni aprovimin e duhur. Jeni lumtur dhe do gëzoni lumturinë tuaj. 4 qëllimet kryesore që ju keni përpara vetvetes që të vendosni në këto kohë, ju arrini që vendosni dhe manifestoni dëshirën tuaj, manifestoni, falenderoni universin, falenderoni krijuesin që ju do arrini në gjithçka, po gjithsesi shikoj pak një zhvendosje, një gjysmë aprovimi që është tek ju, është pjesa e dashurisë që nuk është performuar akoma mirë ashtu siç duhet, por sa përket sferave të jetës, mendimeve dhe punëve në vazhdimsi ju janë e aprovuar tek ju.